Gjeli në qytet titullohet libri i autorit Idris Ramadani, i cili u promovua në pranit të shumë të ftuarve në restorantin Arra në Tetov. Autori në këtë përmbledhje sjell kujtimet nga fëmijëria e tij, por edhe nga fëmijëria e fëmijëve të tij, të cilët në fakt janë inspirimi kryesor i këtij botimi. Tematika e vjersha që përmban kjo përmbledhje është mjaft e larmishme. Autori shkruan për të gjitha ato ëndra, ide, dëshira, lojra, kënaqësi dhe vështirësi që preokupojnë botën fëmijërore. Është një dukuri natyrore shumë interesante. Njeriu sa më shumë moshohet apo bëhet më plak, aq më shumë ka nevojë të flas dikujt për hallet e veta, të rrëfej dikujt kujtimet për të kaluarën e tij, për fëmijërinë e tij, për ngjarjet e rëndësishme që i ka përjetuar, për atë që e ka vërejtur edhe tani gjatë ditës, e kështu me radhë. Por duke pasur parasysh dinamikën e jetës së sotme, rrallë kush ndon kohë ta dëgjojë plakun e tij. Përveç fëmijëve ose më shkurt nipat dhe mbesat, të cilët njëkohësisht janë edhe inspirues të pazëvendësueshëm për plakun. Unë fal Zotit, në këtë kohë kisha edhe nipa edhe mbesa. Kujtimet e mia për të kaluarën time, për fëmijërinë time, për vendlinjen time, por edhe inspirimet nga përditshmëria gjithmonë kisha kujt t'ia them. E që të jem më interesante ato thënie, në shumë raste mundohesha t'ua them në formë poezie, të radhitura në vargje. Vjershat e Idris Ramadanit janë edukative dhe synojnë një botë tjetër, nga bota ngatërestare të rriturve. Kësaj poeti ja del duke kënduar me zërin e tij të shpirtit të fatosave, me zërin e atyre që kanë të drejtën supreme të aspirojnë një jetë më të mirë se ajo e prindërve dhe gjyshërve të tyre, thot profesor Fatmir Sulejmani. Promovojmë një libër për fëmijë, për mosha të njohura, titullohet Gjeli në qytet, është libri një poeti autodidakt, por shumë të talentuar, për fat keq vinë tek lexuesi shqiptar në mosh boll të shtyrë, sepse sikur të kishte nisur më herët, sigurisht do të na falte perla të vërteta për fëmijë. Një lëmi shumë deficitare të shqiptarët, sepse për shumë kujt konsiderohet si jo aq e rëndësishme si punë letërsie. Çfarë them tjetër, libri ka vlera të pamohueshme, është një zë autentik, një zë shumë origjinal, një zë i cili mund të lirshëm në këtë kohë kur nuk është numri i madh i krijuesve që kultivojnë për fëmijë, ka pasuruar letërsinë shqipe me poezi shumë të bukura, që sigurisht do të janë të pranueshme për lexuesve më të ri. Përmbledhja e poezive Gjeli në qytet i autorit Idris Ramadani është libri i tij i tretë, ndërsa në përfundim e sipër janë edhe 2 libra të radhës, të cilat së shpejti do të ndodhen në duart e lexuesve.